ta marrë një firmë vojta, do ta pastroj, do t'i bëj një shtres plazmasi dhe do të furnizohet nga liqen tjetër dhe nga farka. E do të bëhet modern. Dikur ky liqen kur u bën 50 decan, këtu parashikohesh bësh një shtres betoni, shkallë dhe në çdo distancë të ndryshme. Kur do bëhet, dini gjë? Afati? Ai më tha që e ka marrë firmë dhe nuk më tha datën. As emër firmës ka përmendur. Ai tha që do filloj se vjet, mua më erdhi mirë, po nuk e shikoj po filloj asgjë. Koha, do na bësh një shërbim? Çfarë? Ti thoni në vesh atij Edi Ramës, të nxjerr një rregullore. Është çiki lart ai, është gjatë, sa ri do të dete veshit jon. I thuaj të ulet ai. E mirë, do i them të ulet, i them. Të ulet. Se po, të nxjerr një rregullore për treguar masha shtrënguese për këtë popull që i hedhin mbeturia nga kati 10 nga kati që harra me paqen temperaturë. Na mbyti poçaqia. Ja, dije u bë. Shiko, kush e bën këtë punë? E bëjnë ato gratë që i bëjnë buzët vesh me vesh, e kur vjen puna këtu nuk bëjnë asgjë për gjë. Kështu do vemi në Evropë. Më therr të mua, as në Ballkan nuk vemi. Ky zotëria që kemi këtu, vajti hodhe një shishe me ujë, edhe u bën thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, të vënë të hedhin një shishe ujë ta mbushin vetë. E drejtë është. Iniciative bukur. Juve do bashkoheni me këtë Kjo është iniciativë? lirë figurative, natyrisht. Jo. Jemi kaq pothuajse afro 1 milion njerëz. Të hedhim nga një shishe në Ishte mirë. 1 milion litra. Ajo që vulloj të pak Ë? Ç'mendim keni? Gjë bukur. mirë, po E mirë. nuk është kjo rruga. Jo, kjo është rruga. Po të kalosh në fund atje, kalon ka një rrugicë dhe ulesh poshtë. Jo, nuk është kjo rruga e mbushjes së liçenit, e kam fjalën. A, duhet të hedhim nga 2 shishe? Po thonë që do ndërtojmë pallate këtu. Nuk e di. Po bën atë, është gabim i madh. Është një iniciativë një zotërie që takon pak më parë dhe tha që ta mbushin vetë, secili sill nga 2 shishe ujë. Dhe ta mbushin. Me shishe ujë. Hodhja e një shishe, një kishë. Po mirë, po me shishe ujë nuk mbushet ky. Jo me gaz. Ë? Ujë pa gaz. Se u jep gaz njerëzve dhe qeshi. Çfarë libri po lexonin tani? Si quhet? Papa Jeshil. Është një shkrimtar Guatemalës. Po. Nuk thot gjë për liçenin, ja. Për liçenin, jo, si ka lëndërmend. Po si do ja bëjmë? Thash, për mendimin tim kjo tregullohen kanalet që e ujitin nga lumja. Ju do sillni shishe me ujë këtu? Urdhro? Do sillni shishe me ujë? Shishe me ujë kam një për të pirë, një gjysmë Atë liçe. do ta hedhin në liçen kur tam. Atë që se pini. Ndoshta. Do na japsh fjalën që do ta hedhësh? Pa qecër. Jo, nuk është punë nuk mbushet kur me shishe ujë shpirto. Liçeni duhet të hapin kanalet andej për mbushur liçenin tamam me ujë të pastër, jo me hedhurinat e. Jo, shishe me ujë pa gaz, jo me gaz. E po pa gaz, me gaz, pa gaz. Pa qecër. Që mendon ti do rregullohet kjo, s'do rregullohet? Ata se di unë e di njeveria. Nuk kemi ndonjë mendim se mund të rregullohet. Edhe t'ja çojmë mendimin tuaj, t'ja çojmë qeverisë. 25 vjet rri këtu, 25 vjet. Këtu s'ka lvizur? Pa lëvizje këtu. Është e pamundur. Po si rroni? Si rroni se mami e s'kam në pension. 25 vjet këtu ti? Pa, as kam dalë pension, kam 25 kam dalë, jam 80 vjeç. Je 80 vjeç. E bësh 180 po. Këtu 25 vjet që rri Pa këtu ti? 25 vjet këtu. Kam në gjatë 2 vjet atje dhe këtje. Brenda në liçen edhe të ke dalë këtu. Ja në liçen nuk futëm. Ku ke në 2 vjet atje? Ja, motutje atë kam në. Si është e mundur 25 vjet su kam parë njerëzit, 25 vjet pa luajtur këtu ti. Ja, ka 18, 50, Po çfarë hati? Unë 25 vjet mos ka shpiman drejt. Kush do ta bëj këtë punë? Qeveria ta bëj. Po pse atë punë nga qeveria, mbushet zbras ato. Po çfarë? Rrugët të bëj, pallate të bëj, drita të rregulloj. Ujë është rrugë keq, shef të bëj. Po mirë pra si do e bëjmë? Ti do ta bëj qeveria të gjithë. Po ku e di unë kush se të bëj. S'ke ndonjë mendim konkret. Ja, s'ka çabelimit jam. Ne bëjmë not. Deri në korrik ky do thahet. Liçeni, në shtator fillojnë punimet këtu. Fillojnë punimet. Ju vafshin mbar. U vafshin mbar aty. U vafshin mbar aty në të bëhen. Hotele, do bëj parking për makina. Po të kishe në një pyetje tjetër, unë do të thosha diçka. Në një pyetje tjetër lidhur me këtë që ne bjen tërë ujë nga shtëpia këta, nga Hamza, nga kombinati, nga drejtë, nga Skarardha. Po pra kjo është, ky është kishe një çezëm të paktën. Po jo çezëm, nuk po çaj mallin tuaj ku do pini ujë. Ne themi që atë ujë që sillni ju ta hedhin liçen. Të ngrihet niveli. E gjoni nga 3 shishe nesër të gjithë. Dakor. Na japin fjalën të gjithë.
Nga 3 shishe. Jeni dakord? Jeni dakord me nga 3 shishe? Dakord. Edhe ta mbushim. Pa qecër. Si mendoni juve? Po mendoj se nuk ka rënshira. Vetëm ajo tjetër arsye? Apo që hapëm digën? Po dhe ajo është arsye tjetër. Çfarë mendimi keni? Si mund ta shtojmë me ujin? Ujin e mund ta shtojmë me anë të rezervuarëve, Ku t'i gjejmë? Kur s'kemi? kur s'kemi. Duhet kërkuar. Ku? Jashtë. Jashtë këtu brenda, këtu. Ku kemi në bënë? S'keni brenda. Bo, villa s'ka ujë, ne s'kemi ujë për të pirë. Po për të shi. Të mendojnë tani. Po kështu me këto shishet me ujë. Të marrim shishe nga shtëpia dhe t'i mbushim, ta mbushim vetë. Ku, këtu? Ja. Ja. Ose të blejmë shishe me ujë. Ja, të blerë është kjo shishe. Po. Kjo është shishe blerë. Dëgjoj, kjo merr gjysmë kile. Pa. Gjysmë litri. Pa. Po të sjellësh ti 2 shishe në ditë, të mëdha. Pa. E ti jetësh për ditë këtu, të etim çdo njeri të jetë. Nuk do rritet liçeni? Më do rritet, po ta blejon tash ujë. Po ta blesh, po pa gas. Po ta blejon Pagas, ujë po. për atë. Për atë, po pse Po po kështu Po ku i del popullit tash? Ka disa kanë, ka disa s'kan. për 3 litra. Për 3 Për litra. 1000 lekë. Për 1000 lekë, të gjithë kemi 1000 lekë, që mos bëjmë kështu. Po Ti do e bësh? unë e bëj për vete. Sa ditë do e bësh? Mund ta bëj një muaj rresht për shembull. Mirë. E bëj Bë. si pensioniste. Bë. Bë që të rritet. E do Sikur vjen pas se. një muaj të shikoj sa do e të rritet. Me ujin tim, e? Pa qecër. Unë kam qenë kooperativist. Kooperativist. Po. Sa prodhime merrnit juve? Ne merim misrin 120 kuintal për hektar, grur vinim 80-90 kuintal për hektar. Pamuk vinim 25-30 kuintal për hektar. Ne gjitha këto përredhime. Sa nitrat hidhni? Po jedhim ne 3 dora jedhim. Ufshim në mielje, pastaj vëm prashitje dhe maditje. I fusni duart mirë ju aty. Pasi. Në ure, në këto. Dgjoj. Ore. Të pyes për liçenin, ke ndonjë mendim se si mund të shtojmë sasinë e ujit? Sasi e ujtë unë, se aq nga 4 vjetë ka ardhur këtu, edhe kanë gjithë të plotë, tashti, sikur që bëj zarar që bëj, po të paktën të përmirësoja se kjo liqen, po pristi këtu që... Si mund? Unë jeni kënaqësi të madhe për të liqen këtu. Që po thash? Pa qecër. Jo që po thash, jo. Po. Që të mos thajet, që po një kënaqësi që të zbukurojet, të Po regullohet. si do rregullohet? Keni një mendim ju? Unë kam menim që dhe që qeveria të menojnë ata... Dre, po sa pun ka qeveria, ku do menoj ajo gjitha jo? Da Dhe juve të mendoni, dhe ne të mendojmë. Po ja të menojmë kështu, da ti mund të thosh që unë me atë moshë që kam, jam i dëshirës që e ti bëjmë 5 ditë punë vullnetare, mund t'i bëjmë këtu. Pa qecër. I bëjmë këto se jam i kalitër me ato unë dhe e njën kështu shpitëri që masarë që tanë të një Çfarë këngë do këndojmë ne kur të bëjmë punë vullnetare? Se kanë haruar dhe këngët, çfarë këngë do këndojmë? Këngën e Are, gjatë? do të kënojnë atë këngë 27-ës unë. Po, jepi. Para orini, të shkojmë të gjithë në aksion, kukës peshkopi. E para, që kam jetuar vetë. E dyta pasaj ishte, Toj midro central. pasaj ishte e Kurudha, kam jetuar vetë. Pasaj këti do hidrocentrale të Po, gjitha jepi, më këto. thuaj ndonjë këngë tjetër. Ndoshta. Mora moj tërkuzën, vajta moj për shkapa, jarëna, tarnana, dardha me rumullaki. Moka po tërkuza, me ngillën këto shkarpa, jarëna, tarnana, dardha me rumullaki. Ikën këto shokjet, mune lanë prapa, jarëna, tarnana, dardha me rumullaki. Dolin na me baban, pyetën shokjet qupën ku malani, jarëna, tarnana, dardha me rumullaki. Ju keni liçen në Shkodër? Kështu e keni si ky joni këtu? Ja. E keni më të mirë ju? Në kena përzime, malëzime. Si e keni bërë ju ashtu aq mirë ata? Ashtu ashtë keni bëmë edhe kështu që... E keni bërë ju Shkodran? Ja. Ashtu e keni gjetur? A vet liçeni. Po ne si do na ndihmonin që ta bëjmë dhe ne si tuajnë? Se po Ç'të ndihmojmë thahet ne? këtu. Ç'të Do ndihmojmë? na sillni ujë borxh?
Pa qecër. Me kënë qo që sillet edhe sillet në se jena bujar Shkodran shumë. Po pra se jeni bujar aty po them. Me se do na sillni? Në që me sill. Inshallah sill për e minja se për kështu s'kemi. Jo, më jo ju Shkodran, da do na jep. Borç më. Borç japim, po s'kemi. Nuk në një këngë nga Shkodra bashk? A, zina, këmë jam mosh. Qa mosh, e mosh rëlinje? Ta tham një? Po. Vjersh. Vjersh? Që e kam qitë vetë. Ti që e ke qitë vetë? Edhe dëshmorëve të demokracisë se jena demokrata. Po. Jepi. E kam qitë unë, se 60 vjeqare dhe sot po ekspozoj me ju. Se kam jetu taman 2 prilli. Me 2 prill 91 në Shkodër tonë ra Terezi. Vënanës ishte, dili kish dalë tymi flaka vale. Idhen bomba e granada për mi tanke doli flaka. Të gjithë populli e rinia brëhorasin poshtë partia. Arben Broci e Bishanaku kryzill me Besnik Ceken. Dolën para barrikadave ku aty e dhane jetën. I vrav zoti, kush i vrav? Dorë turkut a dorë shkjavë. Do djelmosha filizatri të i brëhori demokraci. Do dranojmë nuk i harrojmë, si haran Shkodra as Shqipnia, me gjakun e tyne të pasër u kriju demokracia. Faktikisht, në Shkodër ka plas e parë. Musgu i mramje sa kara, vin makinat pa jo nda, reshtohen në trotuare, e s'na lanë me kalu fare. Kush me benz, kush me fogon, para klubeve në lojnë, një mas një gota të qojnë, e pastaj shkojnë e utojnë. Shkojnë e marrin qaf miletin, se rakia e bandelin. Mësë me thamë, shqyqyr që i ra ora 11, sa me shku njerëzit me fjetë. Po shikjoni, sa që di, fillojnë qenjt në olori. Plot me qenj ashtë mush qyteti, sa lakni fshatin a i ka. Pse t'i vrasin, t'i majmë për vedi e kolera me në ra. Aty, më kam thamë, roft e qovë demokracia, se dhe qenjve jo e liria. Se në kohë të mderit i këna vra, edhe kështu tesh nuk i vret kush. Ma shumë ka qaj se sa njërës. A djen keq? Pa qecër. Si mund të mbushet një liqen me qishe me ujë, që janë këto... Po, disa banor ka Tirana sot? Nuk besoj se mund të bëhet një gjithë të tjera, atë punë e bën vetëm shteti. Po shteti me qëfar do të bëj? Me ne? Shteti me qëfar? Me investime pa tjetër. E si që shmbushur deri dje, para 20 vjetë apo 50 vjetë, si qka qënë mund të bëhet përsëri. Po thonë që do ndërtojnë pallate këtu, prandaj lënë që të thajt. Unë nuk mund të flasë gjëra që janë kompetence imja. Cila është kompetenca juaj? Për çfarë mund të flisni? Imja, se shteti është ai që ka dorë gjithandej. Ai mund të bëjë gjithçka. Unë jam një banore, thjesht që unë kam dalë që të shëtis në park, shikoj shëndet. Pa qecër. Liqeni janë... Se po thahet? Atë, u bë një gabim, ndoshta pa dashje. Jo, nuk është pa dashje, është me dashje. Pranaj, shikoj, ajo ka qenë gjithë, ajo si përfaqja ka qenë e mbuluar me ujë. Unë jam një... Çfarë mendimi keni juve tani? Çfarë të bëhet? Me se ta mbushin? Me shishe me ujë, do të cilin gjithë qytetarët e Tiranës do e mbushin me ujë. Një zgjidhje është kjo, ose të ndërtojnë pallate. Unë... 10 shishe bion po tjetë në atë mod. Sa shishe do sjellësh ti? Ja, 2 kam prurë të sot. E mund të jedhësh tash. Do vëm bashkë të jedhim? Vëm. Hajde, zbrasim, hajde. Hajde. Po na lëç pa ujë. Pa qecër. Jo, ty ta bëv zoti ditën 1 të 2 vetë bashkë të shoh njerë të rrit në atë. Unë kam qenë drejtor më. Ku? Tregtinë e jashtë. Mirë, hajde hedhim atë shishen me ujë aty ne ta mbushim. Të themi, ylli si nanin kënë mu. Rrofshe qoftë. Me njojnë të gjithë në Tiranë. Mirë. Zotë ylli, hajde japim një shembull si yll ne tani. Po, ja ylli thot, ai ujë që u derë dhe edhe një shishe i thot, me një shembull më. Shkojmë. Po bëja shqitre gjimë. Që dosh ju? Kam punu këto në kur ishim të rinja thërë, që kemi gërmorë. Disa karoca ka të mrenën e atë. Ka karoca, ha? Karoca... Mase i nëzjerin të shesin? Lopata e kazma, se rashiu natën edhe i zori branda atë. Kam punu, vinjim në ndërmarja që punojnim këto. Po ishim të rinja të jasin djalim. Hajtë japim shembullin tonë. Hajde, zotin në ndimoft të bjene një shio i madhën.
ju i bekuar këmë. Amen. Bismillahirrahmanirrahim, shejtani rajim, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, Allah Ekber. Pa qecër. Boom, boom.